Më 28 maj me një vendim gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për mandatin e deputetit Vullnet Sinaj. Për deputetin e Vlorës, kjo vjen si një fitore e dytë pas suksesit në zgjedhjet e 11 majit, ku dolin ndër emrat më të votuar në qarkun e Vlorës. Vetë deputeti Vullnet Sinaj e komenton ekskluzivisht për televizionin 6+ Vlora këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ku Sinaj thot se është marrë një vendim i drejtë, duke vërtetuar çdo fjalë të thënë në fillim nga vetë ai. Sipas deputetit të Vlorës, ishte një farsë, një sulm politik për të goditur personalisht figurën e tij pas impaktit të madh që ka patur në sigurimin e votave në zgjedhjet e 11 majit apo edhe në zgjedhjet për bashkinimar. Sinaj, dy fjalë nga Vlora, ka edhe për deputetin Gazmend Bardhi. Vendimi i gjykatës kushtetuese, unë dua ta përgëzoj gjykatën kushtetuese për atë vendim që mori, sepse i dha të drejtës që unë kisha dhe ishte dhe në vazhdën e vendimit të Venecias, i cili thot që derisa çështjet shkojnë në parlament, deputeti duhet të votojë dhe nuk e kushtozon asnjëri votën e deputetit. Kur çështja shkon në gjykatë kushtetuese është ajo që vendos mbi rrethanat dhe unë kam thënë gjithmonë që unë s'kam pasur asnjë konflikt interesi, nuk kam pas asnjë papajtueshmëri me mandatin tim, po ishte një farsë e ngritur politike për të më goditur mua si rezultati influencës që pata në zonë, si rezultati zgjedhjeve që ndodhen në Bashkinë e Imarës, ku Partia Socialiste e fitoi atë bashki dhe e vërteta zhytet, po nuk mbytet si thot populli, kështu që ndjem shumë mirë sepse jam në këtë mandat të dytë dhe do jem dhe në mandatin e tretë, ballë për ballë me të njëjtin person që më akuzoi, por që ai vjen me një humbje shumë të thellë nga fieri, i cili nuk u duk më as në fushat, shpresoj ta shikoj në parlament dhe t'i them që ja thash që ai do ketë shumë probleme në fushat pasi mënyra se si ai ndërtonte politikën dhe krijonte probleme në parlament, kuptohet që e kanë për Gaz Bardhin. Ishte një qëndrim i tij që do t'i kishte kostot siç i pati në këtë garim që ata Partia Demokratike bëri në Fiere. Kundërta ndodhi në Vlorë, ku ne jemi me 9 mandate, është një rekord në zgjedhjet elektorale për pushtetin qendror në qytetin e Vlorës, në qarkun e Vlorës, me 9 mandate, ishte fruti punës që është bërë nga qeveria Rama në qytetin e Vlorës, po edhe një qëndrim i vendimtar të opozitës, të diasporës shqiptare, e cila e votoi masivisht Partinë Socialiste. Këtë sulm politik ndaj tij, Sinaj e quan të iniciuar dhe udhëhequr nga deputeti Gazmend Bardhi, ku sipas tij Bardhi nuk lejoi as votimet nga grupi opozitës në parlament për çështjen e mandatit të deputetit, pasi nëse do të ishte votuar, Vullnet Sinaj shpreh se është i sigurt që shumë prej deputetëve të opozitës do të kishin votuar proti. Pa Gazi i drejtoi ata se me informacionet që kam unë edhe firmat e tyre Gazi i kishte vënë, sepse kur u votua në parlament, Gazi e tërhoqi grupin parlamentar të Partisë Demokratike, sepse kishte frikë që shumë deputet nga ata të Partisë Demokratike do mbanin krahun tim, pra do votonin pro me, jo pro heqjes mandatit tim. Dhe prandaj e tërhoqi grupin politik Partisë Demokratike. Ishte iniciativa e një personi që është bërë person negativ në opinion në gjithë Shqipërinë tashmë. Më 5 maj, Partia Demokratike ju drejtua kushtetueses me kërkesën që të shpallte të papajtueshme vendimin e 30 janarit 2025 në parlament, kërkesë kjo e cila pas shqyrtimit nga kjo gjykatë u rrëzua.